Rritja e çmimit të energjisë elektrike prej 16% ka ndikuar në fillimin e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore. Kafja, çaji dhe kakao janë shtrenjtuar për 16.4% gjatë muajit prill, pemët për 11.1%, mishi plus 10.1%, qumshti, djathi dhe vezët 7.9% dhe perimet 6.9%. Kështu thonë të dhënat e fundit nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna ditë më parë kishte shprehur shqetësimin e tij. Qytetarët po dëmtohen 2 herë, në kuptimin që po humbë vlera e paras dhe po ulet standardi jetësor. Ekonomisti Mustaf Kadria i thekson se jeta e qytetarëve do të rëndohet me rritje të çmimeve në përgjithësi. Jemi para një aukti të kryer, pasi si pjesa gastronomisë, po ashtu edhe buka çdo ditë më shumë po kemi ngritjen e çmimeve. Në Kosovë, disa herë gjatë këtij viti u mbajtën protesta kundër shtrenjtimit të rrymës, teksa u organizuan edhe fushata për bojkotim të marketeve shkaku i çmimeve të larta të produkteve. Shënjestër.net